me të përmeni se e meriton. Edhe është ajo atje. E që nga momenti që ka përmend, ka Big Mama, ti e unë, dëshmitar që kanë thënë ta gacmoj. Po deshe ta mohoj. Edhe nga frika që do dole... Madje kemi qenë të jashtë. Do dole që pite 10 bira, shko dhe ka pi vetëm Godinigë. Po, shumë mirë Godinigë. Po. Do të falenderoj me birën shqiptare që na bën krenar, fituese e çmimit të art në konkursin ndërkombëtar Monde Selection. Okej. Kemi tek ndodhit e fermës. Shini përralla më ju? Castro? Unë pa fund, shpik edhe shoh. Nga djali vogël. Nga djali vogël, ke paç me jetë. Ti shemo përralla? Unë shoh përralla nga fermerët. A dy do dilja. Nëse në përralla dashurmiq një puthje shkakton zimin e përbardhës, e bukuroshës së fjetur, e kthen bretkosën në princ, në ferm bën lëmsh dynjan. Do flasim për një puthje tani, dhe jo pra të puthje që po mendoni ju. Shkojmë tek ferma, tek arena. Gjithë e dim që shvarë fërio, e din në njëri... Fermer! Ta mur të banë. Jam sërish me ju. Mirë se erdhe. Disa duar të rukitën, disa jo. Jo, unë duar të rukitën. Faleminderit. Na një t'i vatë të shi. Kemi ndonjë koment bja atë që ndodhi, apo të hecim? Po, Anduel, me qënë se Kishim ngritë koment, dorën dhe për para, por... Okej, Luana. Po. Tani unë nuk duhet të justifikoj fare veprimet, sepse unë i kam bo me para mendim, po e them para prakisht, sepse në jetën time s'kam duru kur servilat dhe njerëzit negativ. Dhe në këtë rast sigur usol Big Basta. Se ne ndryshën a thotë në dark, ju lutëm thotë e mojmë qëtësi, të zbatojmë regullat, e tjere, dhe ne burnore e lam, okej, me burni, e lam, okej, nuk do them regullat. Edhe pse në dark, isha i nervozumet edhe tentova me shku, por thash, nuk do bëj për hatër të katërve. Të nesërmen, shko në servilosët, jo, të kena dëshime nejtë, se është problem. Do një me nejtë, po, atëherë bëra veprimin që unë mendova, nuk e dija që është dënim individual. Nuk po justifikoj këtë pjesë, por unë du të nëzjerën pa atë njëri që është një frikacak, që ka frikë me t'i thonë gjanat për balë, edhe shkon të folë në përcepa, kap një anin, kap tjetin. E dyta, intrigant, që mundohet me shfrytëzuar çdo lloj situate për me e kthy në favor të vet. Domethënë nga intrigat, nga më të ndryshmet. Dhe treta është domethënë frikacak. Frikacak, servil, intrigant, domethënë i ka gjitha. Ja ku keni. Edhe është domethënë kështu sigur. Dhe tjetra shumë e rëndësishme, dhe kërcënimet që bën këtu, edhe pse me gjak ftohtësi, duke të përmend moshën, duke thonë kujdes kur flet, se je edhe më i vogël, duke ma lut edhe kokën, duke fol, nuk e di, shpresoj shumë që të jepen edhe ti shikoni qartë se çfarë fytyre ka. Tjetra më e rëndësishme, i përmend bukën e gojës, i vjen mirë që Andreas i domethënë e prek aty thot, në këtë rast i thot për punë TikTokut. Shqyr që tu ek TikToku dhe kur dolem jashtë i tha, e shikon ku të prekun, prek te buka e gojës. Ashtu është ai zotnia atje. Për momentin është mashkull, nuk është burr. Burri që është burr vjen ti thot gjana në sy. 1, 2, 3, 4, 5. Kam nevojë të dëgjoj. Okej, mirë. Kjo ishte arsyeja pse edhe ndoshta nuk doja t'ju japja fjalën, se e di që gjithsesi do duhet të thoni diçka që mund të ketë të bëj me njëri tjetrin, por ju a përsëris që rregullat dhe vendimi që u mor është për rregullat që keni shkelur kundrejt produksionit të Agajit, jo kundrejt njëri tjetrit. Nuk dua të justifikoj fare, por janë do gjëra që nuk mund rri pa i fol, dhe në këtë rast me që ma dhe qartë, tani për pjesën e servilizmit, që mua më thënë të vërtetën më vrau pak veshin, edhe kur e pash në klip, dhe nëse është që ti i thua Big Basa servil, sepse i bindet rregullave, nuk më bën sens. Jo vetëm, jo Luana, jo, se ka diçka tjetër, ka i parim të bukur, që vjen thot, në prime, ku do të thot, ti e mirë, thot, ti e ke shpirtin e mirë, thot, shu, ku ndërkohë fut intrigën. Andrea thot, është të përdor, thot, ki kujdes, bro, se unë e di si, pra, dhe më thonë, ta thot, të mush me servilizëm. Okej, për servilizmin e ke fjallën për këtë gjën, jo që respekton rregullat. E para, pra, kjo është përgjithë, është servili përgjithshëm, nuk është vetëm për diçka caktuar, është servili përgjithshëm. Unë nuk mendoj që është termi i dur, sepse ju jeni futur në një reality show dhe jo në një aheng aty që bëni çfarë të doni, dhe nuk është servilizëm ku respektohen rregullat e një projekti ku keni firmosur vetëm me dëshirën tuaj. Po, krejtësisht dakord jam. Jam krejtësisht dakord, por kur tjetë puna me ja thonë gjanat, unë do doja, pra ne e them mashkull, nuk e them busi, do doja me thonë ftyrë, sikur unë shkoja them, ja reshtoj 1, 2, 3, 4, 5.
Dakor. E mbyllim këtë temë, Si me ndoni të flasi pak Luana? sepse kam shumë tema të tjera me ju sonte. Dhe kam edhe shumë dënime të tjera, kam përshtypjen. Mirë, mund të ecim, apo kemi të nevojshme të themi Nuk kemi diçka? asgjë, Pik ecim. pasta, okej. Luana, Po. e para punës, dua të them që çdo gjë është e filmuar dhe përsa i përket tyre intrigave, i kam marrë atë natë që neve hym tek, që këto ishin shumë të lumtur që do hynin me mua dhe me Yllin, edhe një pjesë e mirë e fermerëve, sepse kishin menduar që do na vinin për fund, shumë okej, pjesë e lojës, patjetër i kam nxjerrë jashtë aty, është e gjitha e filmuar dhe i kam thënë në sy të dyve, i kam thënë, Anduel, unë nuk e kam përparim, mos i mbështes artistët e ri se gjithë Shqipëria e di se nuk e du mbështetin tonë, o vlla. bëj unë. E para Nuk e du punës. mbështetin e tij E fore. dyta e punës, ja u kam thënë sy që të dyve, i kam thënë që ky të fryn në vesh. Ja u kam thënë Prime, po të mban kot afër vetës se në fundit vetëm një fitues do jetë. E dyta, gjitha në filmimet aty të Plevica Arena, se çfarë kam thënë unë, me që këto më akuzojnë mua për bukën e gojës. Unë e gjej rastin që të vazhdoj ta them se kur promovohen në një televizion kombëtar thyrjet e rregullave, e sidomos nga mosha e Anduelit, që moshatarët e tij e dim shumë mirë se sa po vuajnë lart e poshtë me probleme që kanë me njëri tjetrin dhe detyrohen dhe duhet jetë shembull për moshatarët e vet dhe jo të flasin këtë lloj forme kaq denigruse dhe jo, më fal, Luana, të lutem. Po pra, po Big Basa dëgjoj. Tani do ne do shkojmë, Luana, okej. lutem, se Po duhet do të lej ta përfundosh, Alba, një sekond. Do shkojmë tek pjesa e fakirëve pak më vonë. Pra do keni mundësinë të flisni me njëri tjetrin. Ajo që unë bëra në pjesën e parë ishte thyrja e rregullave që nuk ka rëndësi a ishit te fakirët, a ishit tek ferma, a ishit te shtëpia e njëshit. Pra ky është diskutimi që unë ju dash fjalën në këtë momente për të shkëputur, për të kaluar në tjetër diskutim sepse do shkojmë tek momentet e përplasjeve tuaja pak më vonë. Okej, se besoj që për